kundërshtore. Shumë faleminderit që jeni mbledhur gjithë këtu sot në këtë ditë të madhe, në takimin përmbyllës të një fushate të gjatë dhe plot entuziazëm. Të një fushate për zgjedhjet më të rëndësishme që ka pasur ndonjëherë vendi ynë. Jemi në prag të një momenti historik. Mandati i 4 i Edi Ramës, mandati i 4 Partisë Socialiste është hapja e një kapitulli të ri të historisë tonë. Hapja e kapitullit të ri të Shqipërisë europiane, Shqipërisë 2030. Shqipëria ka kaluar shumë. Shqiptarët kanë luftuar për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një rrugë e gjatë me sakrifica, një rrugë ku të gjithë ne kemi kontribuar dhe me Edi Ramën në krye jemi vetëm një hap larg. Sot, kur jemi të ulur në tryezën e negociatave, më dinjitos si kur, më dinjitos se kur, 1000 burra dhe gra nga administrata shqiptare na përfaqësojnë sot në kapitull që hapen njëri pas tjetrit. Dhe tashmë jemi vetëm një frym larg Bashkimit Evropian. Një ëndre që shqiptarët e kanë pasur gjithmonë që në krye të herës. Pasi ne jemi europian të lindur, kemi lindur në mes të Europës, jemi mesdhetar ashtu siç janë grekët, italianët, kroatët dhe kushdo tjetër. Është e drejta jonë legjitime që tashmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Tashmë që me në krye Edi Ramën kemi përmbushur detyrat tona të shtëpisë dhe vazhdojmë të ecim përpara me dinjitet. Sot, kur turizmi shqiptar është bërë më atraktiv në të gjithë botën. Sot, kur në aeroportin e Rinasit janë ulur 10.7 milion pasagjerë turist që vinë për të provuar mikpritjen shqiptare, për të shijuar ushqimin ton, për të shijuar bukurinë që Zoti i ka falë këtij vendi. Sot kur Shqipëria është në vend të parë në rajon për sa i përket energjisë, prodhimit të energjisë rinovueshme. Sot kur Shqipëria krenohet me djemt dhe vajzat që ka kudo në botë që shkëlqejnë si Mira Murati e shumë të tjerë. Sot kur Shqipërisë nuk i mungon asgjë, vetëm koha. E vetmja gjë që ne nuk kemi dhe nuk duhet shpenzojmë dhe nuk duhet çojmë dëm është koha. Ajo që kemi humbur në pothuajse një shekull përmes 50 viteve të një regjimi që na mbajti të mbyllur dhe 33 vite tranzicion. Tashmë ka ardhur koha jonë, ka ardhur koha e Shqipërisë europiane, ka ardhur koha e mandatit 4 të Edi Ramës, i cili në 11 maj, këtu në qarkun e Fierit, në zemrën e socialistëve, në kryeqytetin e socialistëve dhe këtu në Patos, në zemrës të socialistëve, ne do të marrim 11 deputet më 11 maj. Unë ju falenderoj nga zemra për gjithë rrugtimin që kemi bërë në këto muaj. Ju falenderoj nga zemra për çdo sugjerim, për çdo këshill. Ju falenderoj nga zemra që ju na mirëkuptoni edhe për ato gjëra që s'kemi arritur të bëjmë, por që do bëjmë shumë më shumë në të ardhmen. Shqipëria do të kalojë në një stad tjetër. Bujqësia nga e cila jeton shumica e këtij qarku nuk mund të mbetet më vetëm marrëdhënia midis bujkut dhe tokës. Duhet kalojmë në një hap tjetër, duhet kalojmë në krijimin e një industrie të lehtë, e cila tashmë e bashkalidhur me bujqësinë do ta çojë ekonominë shqiptare në një nivel tjetër. Nëse në vitin 2013 ne kishim vetëm rreth 150 milion eksporte bujqësore, sot kemi arritur në 540 milion eksporte bujqësore dhe në vitin 2030 jemi zotuar që ky volum të shkojë në 1 miliard eksporte bujqësore e më shumë. Nëse dikur ne shisnim vetëm në tregun rajonal, sot kemi hyrë në tregun europian me produktet tona që dalin nga toka juaj e që janë prodhime të djersës dhe të duarve tuaja të arta. Ka ardhur koha e shqiptarve, ka ardhur koha e Shqipërisë europiane që vetëm Partia Socialiste dhe vetëm Edi Rama mund çojë përpara. Unë ftoj kryeministrin e shqiptarve, Edi Ramën,
mbrëma. Shumë faleminderit nga zemra për këtë mikpritje. Patosi nuk na e ka kursyer asnjëherë mbështetjen, por asnjëherë si këtë herë gratë dhe burrat, vajzat dhe djemtë e Patosit nuk janë mbledhur kaq të shumë në këtë shesh për të na pritur, për të na mbështetur dhe për të na mbushur me energji që deri në 11 maj të krijojmë shumicën më të madhe që Partia Socialiste ka pasur ndonjëherë. Qysh se ne kemi nisur së bashku këtë rrugtim, i cili më shumë se sa një rrugtim për të ndryshuar gjërat këtu në Shqipëri, është një rrugtim për të ndryshuar përfundimisht pozicionin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve në zemrën e kontinentit evropian. Mjaft më si qytetar të dorës dytë të Europës, mjaft më si një popull i trajtuar si popull të huajsh në mes të Europës, është koha që Shqipëria dhe shqiptarët të hyjnë në shtëpinë e familjes bashkuar evropiane një herë mirë. Dhe të dashur miq, shok, dashur motra, dashur vëllezër që jeni mbledhur këtu sot, kiheni mirë parasysh se këtë kohë e kemi sjell me shumë përpjekje, por këtë kohë e ka sjell dhe fati evropian i shqiptarëve, pasi për herë të parë, qysh se ne kemi dalë nga diktatura, nuk jemi vetëm ne që duam të hymë në Bashkimin Evropian, por është dhe Bashkimi Evropian që do që Shqipëria të hyjë në shtëpinë e tij. Për këtë arsye, 11 maj nuk është dita e zgjedhjeve të radhës. Çdo zgjedhje ka shumë rëndësi për një vend. Çdo zgjedhje luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e një vendi, e një komuniteti, e një shoqërie. Por nganjëherë ndodh që zgjedhjet mos jenë thjesht një ballafaqim mes forcash politike dhe një vendim i shumicës se cilën forcë duhet mbështesi, por të jenë, siç janë këto të 11 majit, një takim me historinë. Sepse në 11 maj Shqipëria nuk do të zgjedh mes forcash politike, por do të zgjedh mes vendit të saj në Bashkimin Evropian dhe alternativës tjetër të kthimit mbrapa përsëri. Do të zgjedh mes të mirës së përbashkët të një populli tërë dhe interesit të një 80 e kusur vjeçari që përsëri do të bëj çorap Shqipërinë, megjithse më shumë nuk e di se çfarë thot se sa di çfarë flet. Dhe unë kam shumë besim që shqiptarët në këto ditë do ta ndjejnë peshën e përgjegjësisë së 11 majit. Shqiptarët në këto ditë nuk do ta harrojnë se kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu vuri barikadën për të mbajtur anën e Europës, nuk kishte Bashkim Evropian, por ama ai, si profeti i historisë sonë kombëtare, na e përcaktoi fatin dhe vendin ton me Europën dhe jo me Azinë, me perëndimin dhe jo me lindjen. Dhe ato përcaktim të profetit historisë sonë
rilindasit tanë na e lanë të shkruar si amanet. Amanet që s'duhet të harroj askush, për ne shqiptarët dielli linda ndej nga Perëndon. Dhe pastaj në gjithë këto vite shqiptarët u munduan që t'i bashkoheshin Europës duke shkuar në Europë. Dhe ashtu si shumë shqiptarët e Europës sot janë integruar atje dhe janë imponuar me punën dhe me karakterin e tyre, është koha që Shqipëria e tëra të bëjë të njëjtën gjë. Është koha që çdo shqiptar, brenda ose jashtë kufive, çdo prind, brenda ose jashtë kufive, çdo vajzë dhe djalë nga votuesit e parë që janë këtu sot, të marrë përsipër në 11 maj fatin Europian të Shqipërisë dhe duke bërë zgjedhjen e dur të vendos që secili dhe secila të kenë pasaportën europiane. Pasaportën që nuk është një dokument tjetër udhëtimi, por është statusi i ri i shqiptarëve si qytetarë dhe qytetare të barabartë me të gjithë bashkë qytetarët dhe bashkë qytetarët europian. Një status i barabartë që i jep fund dhe e mbyll një herë për gjithmonë atë korridorin e veçantë ku na fusin kur dalim jashtë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe ku na mbajnë në radhë dhe na kontrollojnë me policë pasaportën duke na bërë lloj-lloj pyetjesh. Ndërkohë që me pasaportën europiane të Shqipërisë ne do të hyjmë në Europë njësoj siç ju nga Patosi hyni në Tiranë. Dhe natyrisht hyrja në atë shtëpi, përveç se një status i ri i Shqipërisë, është një fuqi e re për Shqipërinë. Është një fuqi e re morale, është një fuqi e re politike, po është dhe një fuqi e re ekonomike. Me hyrjen në atë shtëpi, Shqipëria do të përfitojë çdo vit një buxhet të ri, përveç buxhetit që gjeneron nga ekonomia e brendshme, do të ketë dhe buxhetin e shtëpisë përbashkët. Dhe që ta dini të tërë, nëse deri sot në këto vite Europa, Bashkimi Evropian na ka mbështetur me thuajse 1 miliard e disa qindra milion, me hyrjen në atë shtëpi 1 miliard e disa qindra milion do të na vinë çdo vit. Do të na vinë çdo vit për infrastrukturën, do të na vinë çdo vit për arsimin, do të na vinë çdo vit për shëndetësinë dhe mbi të gjitha do të na vinë çdo vit për fshatin, për bujqësinë, për njerëzit që duan të jetojnë me tokën me dinjitet dhe si të barabartë. Miqtë e mi, nuk dua t'ju lodh me një fjalim të gjatë, por dua t'ju them që çdo njëri nga ne me një vot në qendër të fletës votimit, aty ku ndodhet numri 5, do t'ja bëj qepalla Europës dhe ndërkohë do t'lër pas një herë mirë të gjitha hijet e të shkuarës që nuk janë na ndarë për dekada e për shekuj. Nga ana tjetër, hyrja në Bashkimin Evropian do t'i jap shqiptarëve garancinë përfundimtare se përpjekja jonë, përpjekja e madhe e Partisë Socialiste e shumicës sonë për
të vendosur në këtë vend për herë të parë barazin para ligjit do të jetë e pakëthyeshme për gjithmonë. Kështu që deri në 11 maj bëni çmos që së bashku me këtë mundeni të derdheni lum në kutitë e votimit. Bëni çmos që të bindni ata që ende kanë dyshime. Bëni çmos që të bindni edhe demokratët. Se 11 maj është shumë i ngjashëm me 22 marsin e shumë vite më parë, kur shumica dërmuese shqiptarëve votuan Partinë Demokratike, jo se ishin të tërë me Partinë Demokratike, por se në ato zgjedhje duhej marrë një vendim për të mbyllur një histori dhe për të hapur një histori të re. E njëjta gjë është në 11 maj. Ne nuk mund ta humbim trenin e historisë që na ka ndaluar përpara syve. Ne nuk mund ta lëmë derën e hapur të Bashkimit Evropian të na mbyllet para syve. Ne duhet vendosim të gjithë besimin, të gjithë kurajon dhe të gjithë vendosmërinë tonë që Shqipëria e vitit 2030 të jetë një Shqipëri e re, europiane, dhe ky flamur i mrekullueshëm, më i bukur i botë, flamuri Skënderbeu dhe Ismail Qemalit, të ngjitet në majën ku qëndron ajo shtëpi dhe të mbetet aty në oborrin e asaj familje. Shumë faleminderit gjithëve. Me shumë mirënjohje dhe le të vendosim së bashku që në 11 maj do të marrim një fitore rekord këtu në qarkun e Fierit, në krye qytetin e socialistëve. Shumë faleminderit.